Edhe ka qenë e dhimbshme sepse ju është dashur edhe ta mohojnë pak prejardhjen për ta gjetur veten më rehat me kombësitë e tjera. Por sot ne kemi pride dhe kemi shumë krenari, në fakt gjithmonë shqiptarët e kanë patur, po sikurse përmendëm shpeshherë nuk ka qenë gjithnjë në dorën e shqiptarëve për mënyrën se si ka shkuar historia edhe ngjarjet. Po, se fatkeqësisht kishim një reputacion jo të këndshëm në momentet kur u pris demokracia, por dhe kjo ishte në njerëzit që ta mohoni të vërtetën. Skamja, sikur se ka thënë Migjeni, është kafshat e vështirë për të kapërdyer, ose kapërdyer, dhe fatmirësisht puna e madhe dhe pandalshme dhe sot e kësaj dite dhe 40 apo 50 vite pasi shqiptarët kanë emigruar dhe tashmë ka dhe breza, sikur se kanë qenë dikur grekët dhe italianët, mendoj që e kemi gjetur rrugtimin ton dhe janë të tilla organizata jo qeveritare që me ndihmë vullnetare ndihmojnë edhe të ardhurit e tjerë, se tashmë shqiptarët kanë një derë ku të trokasin. Nëse dikur juve mund t'ju kenë ndihmuar komuniteti grek, polak, italian, e përmendën pak më herë për shembull kishat kanë qenë institucionet fetare që ndihmonin, sot shqiptarët kanë më shumë akses, mund të zgjedhin nëse mund të shkosh në një institucion fetar, apo ndoshta edhe mund të telefonosh Samiun edhe miqtë e tij dhe kanë një drejtim për të dhënë. Më të shumë të Filadelfias e kanë numrin tim personal dhe nëse kanë pyetje më marrin, më dërgojnë mesazhe dhe ata e dinë që unë jam accessible dhe mund të jam i gatshëm të ndihmoj. Por edhe ata që nuk e kanë, thjesht vetë bitë shqipes kontaktojnë bitë shqipes dhe pothuajse më të shumë të probleme që kanë apo pyetjeve neve jemi gatshëm edhe i përgjigjemi, që është baza kryesore për të gjithë ata që vinë, qoftë për punë, qoftë për integrimin në Amerikë, apo dhe për shkollën, për kopshte, për gjitha. Çfarë do ndihme që kanë orientimi i fillimit, se çdo emigrant ka nevojë për një manual që t'i jepet në dorë, se është pa busull. Sidomos kur vjen në Amerikë që është komplet ndryshe nga jeta në Evropë, në Shqipëri në veçantë. Edhe pse me krenari për brezat e ri, sepse kanë akses të gjuha angleze që kur janë në Shqipëri, janë shumë të aksesueshme tani. Duke qenë se jemi drejt përfundimit të intervistës, mesazhe shumë të rëndësishme u dhanë sepse ti e ke jetuar, po ka shumë që e kanë nisur rrugtimin sot, për shembull, edhe they are thinking to give up. Do të thënë e kanë më dyshjen që mendoj ka çdo emigrant duhet të kthehem sepse isha më mirë. Fillimi nuk është asnjëherë i lehtë për asnjëri, pretendimi se do vish nga Shqipëria dhe këtu do të hapen dyert, sapo vjen, është një klishe që ne mendonim si në filma. Besoj që e ke hasur me shqiptarët që e ke takuar më vonë, që kanë patur idealin mbi Amerikën, më shumë se që në fakt Amerika është në të vërtet për shkak të sakrificave, jo për shkak të oportuniteteve që t'jep. Çfarë mesazhi do kishe për t'u dhënë këtyre emigrantëve që e nisin sot edhe thonë, jo, unë do kthehem të punoj në zyrën ku isha, sepse nuk kam ndërmend të bëj kaq shumë punë brenda ditës. Jo vetëm që kam takuar persona që mendonin kisha të vizion të Amerikës që do vini këtu dhe do çdo gjë do ishte me pjatë floriri. Unë kam kaluar vetë atë, sepse unë ashtu dinja dhe vetë ku erdha. Dhe u hasa me realitetin që ishte jo i vërtet. Amerika për mendimin tim është vendi më i mirë në botë dhe që t'jep mundësitë që asnjë vend tjetër nuk t'i jep. Por duhet punë. Duhet punë dhe duhet këmbgulje në atë parë. Do kaloni patjetër më shumë do kalonin momente shumë vështira të jetës, kur do duket sikur është të jetë errësirë në një tunel që nuk ka të mbaruar, por u premtoj që do t'ja arrini drita dhe do ta shikoni projektorin që do të ndryshoj. Kam kaluar shumë momente dhe unë kur nuk mendoja se do t'ja arrinja atje ku ishte, por ja arrita duke këmbgulur dhe Amerika është vendi i mundësive ku asnjëri nuk të pengon atë që e ke ëndër ta bësh realitet. Vetëm vetvetja jote. Vetëm konsistenca. Duhet të jesh këmbgulës dhe kjo është arsyeja sepse unë sot kam zyrë avokatie në New Jersey dhe në Pennsylvania dhe jam krenar
i gatshëm për të ndihmuar të tjerët që të mos kalojnë këtë vështirësi që kalova unë. Never give up. Kështu që të dashur miq që mund gjithmonë të bani në mendje kontaktin e avokatit që ne patëm sot të pranishëm për pyetje, për konsulenca, për çfarëdo lloj vështirësie, sikurse e specifikuam, civile, në aspektin civil, avokati është këtu për të ndihmuar një shqiptar më shumë që ka nevojë, edhe pse jo, kështu krijohen marrëdhëniet edhe përtej Pennsylvanias. Michigani ka shumë shqiptar, ndërkohë edhe shikuesit e tjerë përveç Michiganit që mund të jenë në New York apo në Boston apo në Chicago që na ndjekin, se Amerika e Veriut ka një strong bond, do të them, pra ka bond shumë të fortë me shqiptarët, është popullata që është më shumë e përqendruar në Amerikën e Veriut. Fatmirësisht kam dhe njerëz shqiptarë nga Kalifornia, edhe nga Venezuela më kanë marrë në telefon që nuk e mendoja se do kishte. Unë nuk mendoj që ka një shtet që nuk ka shqiptar. Po. Kështu që unë jam available dhe në WhatsApp, njerëzit më marrin dhe kudo nga e tërë bota, kështu që është në kohën ku jetojmë tash është tepër lehtë për të komunikuar me njëri tjetrin dhe për të marrë thjesht një opinion apo një ndihmë të vogël që si duhet vepruar në këtë rast. Për mua është, domethënë, diçka shumë e vogël, por mund dyshoj një gjë të madhe në jetën e dikujt tjetër. Ndaj të dashur miq që mos hezitoni se këtu kur vjen në fillim, edhe në fakt edhe jo vetëm në fillim, edhe sot pas kaq vitesh inshurenca, të kuptosh inshurencat e makinës është shumë e vështirë me deductible dhe jo deductible, besoj që më ndjeni të gjithë që po më ndiqni, një konsulencë se larg qoftë mund të ndodhi një aksident, dhe pse asnjëherë nuk e urojmë, por në ndodhi të kësaj natyre dhe nëse ju duhet një advice, pra në këshilla ligjore, kemi gjithnjë avokatin të cilit mund t'i drejtoheni. Diçka të fundit për mbyllje që do të kishe për bashkëpunimin midis shqiptarëve jo vetëm në Pennsylvania, për shembull në festivale që mund të bëhen me njëri tjetrin, periudha verës po vjen, është pak më aksesueshme dhe fluturimet edhe udhëtimet me makinë. Do kishe një sugjerim që mos rrinin vetëm komunitetet të veçuara me njëri tjetrin dhe të ishin pak më të hapur, edhe për shembull ju njihni pjesëtarët e komunitetit të Michiganit, ndërkohë që dikush tjetër që shërben këtu dhe mund të shërbej komunitetit të Pennsylvanias, një doktor, një mësues. Do kishit një sugjerim që mund të jepni? Një sugjerim që e kemi hedhur në pah me disa persona të tjera është krijimi i një website shqiptar për të gjithë profesionistët. Qoftë në Chicago, në New York, në Boston apo në Philadelphia, ku shumë njerëz do kenë mundësinë që nëse kërkojnë doktor ta kërkojnë në këtë website dhe gjithashtu numër telefoni kontakt dhe patjetër televizori shqiptar i Amerikës që përmban një arkiv shumë të madh të këtyre personave, është një ndihmë për shqiptarët. Vehari po vjen, uroj të kalojnë pushime sa më të bukura dhe mos harroni vendlindjen. Unë jam nga ata që më pëlqen dhe jo vetëm më pëlqen, por mezi pres në behar që duhet të vendlindjen time dhe gjithmonë shqiptarët do ta kthej kokën mbrapa. Ky është ka qenë parimi tim gjithmonë i jetës që sado përpara të ecës duhet ta kthesh një kokën mbrapa, të shikosh ku ishe dhe ta vlerësosh më shumë atë që ke. Mundohu gjithmonë që ta shërësh diçka që ke me komunitetin dhe të ndihmosh të tjerët mos kalojnë vështirësitë që kaluam neve. Mendoj që mesazhe shumë të forta dham me këtë intervistë që sa ishte drejtimi profesional, në të njëjtën kohë ishte edhe personali, sepse kur flasim për emigrantët nuk mund ta ndajmë personalen nga profesionalja, se nis çdo gjë nga personalja, nga disiplina që ka patur absolutisht zoti Sami, që e kishim sot edhe ndau me ne të gjithë eksperiencën aq sa mund të ndante, se sikur se tham janë shumë më shumë, ju mund ta keni gjetur veten. Konsistenca, mos harroni asnjëherë nga vini, gjithmonë koka duhet kthyer pas për ta kuptuar cila ishte pika zero, edhe sado larg që të shkoni, besoj që mesazhi ishte jini njerëzor. Mos humni njeriu. Unë do të falenderoja shumë për intervistën e këndshme,
për çdo gjë që ndave me ne, do të urej shumë suksese në profesionin tuaj, është shumë mirë kur takojmë shqiptar të suksesshëm, edhe mbi të gjitha shqiptar të vërtet që ja u sheh bujarin dhe fisnikëri në sy. Shumë faleminderit për intervistën. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi dhe uroj një shikim të këndshëm dhe vetëm suksese dhe shpresoj mos e kish nevojën për neve, po jemi aty nëse e kemi. Faleminderit të dashurmi që qëndruat me ne në këtë kohë televizive, në intervistën që kishim përgatitur për sot me avokatin e suksesshëm që operon në Pennsylvania, zotin Sami Zeka. Do t'ju lëri takim sigurisht në intervistat të tjera. Ju vazhdoni qëndroni me Televizion Shqiptarëve të Amerikës. Deri atëherë, faleminderit për vëmendjen. Mirupafshim.